Desha të them që përveç mëkateve që i kemi ne si sistem arsimor apo si shtet, mund të themi se ne jemi duke pësuar atë që po ndodh në gjithë botën. Ky globalizimi dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme që është teknologjizimi i komunikimit. Domethënë komunikimi këto kohë është pajisur me aq shumë mjete për ta përçuar atë, sa mjetet janë duke diktuar mënyrën se si gjua përdoret. Le të mendojmë vetëm para kohësh, domethënë para 50-60 vitesh, kur njerëzit nuk kishin as celular, televizori nuk ishte aq shumë i pranishëm në komunikim publik, dhe njerëzit ishin më tepër duke komunikuar me njëri tjetrin me letra, me telegrame. Pra, format e komunikimit me shkrim ishin fare të pakta: libri, letra, telegrami, dhe kështu që edhe forma e shkruarit ishte ajo e krijuar me kujdes në 1972-shin, dhe që njerëzve u dukej mënyra më e mirë për ta ruajtur drejtshkrimin ashtu si ishte.